Operacioni i përbashkët me SPAK dhe antimafjas italiane ka goditur një tjetër grup të strukturuar kriminal të përfshirë në trafikun ndërkombëtar të lëndëve narkotike. Gjatë konferencës së përbashkët me autoritetet italiane në Bari, kreu i SPAK Lodian Brao deklaroi se hetimi është rezultati i një bashkëpunimi të gjatë dhe të koordinuar mes dy shteteve. Sipas Braos, në total janë lëshuar 15 masa sigurie personale, ku 10 prej tyre janë caktuar nga SPAK, ndërsa operacioni është rrirë në Shqipëri dhe Itali. Me urdhër të GKK-s janë sekuestruar gjithashtu pasuri të konsiderueshme që dyshohet se burojnë nga aktiviteti kriminal i grupit. Bëhet fjalë për automjete, kompani tregtare, llogari bankare, si dhe rreth 1 milion euro kesh. Kreu i SPAK theksoi se rëndësi të veçantë ka jo vetëm goditja e grupit kriminal, por dhe konfiskimi i aseteve të krijuara nga trafiku i drogës. Brau nënvizoi se ky operacion është në vazhdimsi të bashkëpunimeve të mëparshme mes autoriteteve shqiptare dhe italiane, duke përmendur operacionet Shpirti, Kulmi dhe Ura. Sipas tij, nga këto operacione janë dënuar 170 persona, ku 145 prej tyre kanë marrë dënime me mbi 12 vite burg. Ku gjatë hetimeve paraprake janë sekuestruar në total rreth 1 milion euro para në gjendje kesh. Sono stati sequestrati nelle indagini preliminari circa 1 milione di euro in cash, in contante. Nga gjykata e posaçme në Tiranë, pas kërkesës së prokurorisë, janë sekuestruar pasuri të tjera, shoqëri tregtare, automjete, llogari bankare, të cilat dyshohet se burojnë nga aktivitetet kriminali. Oltre il contante, noi abbiamo il Tribunale Speciale di Tirana, in base alla nostra richiesta della procura SPAK, abbiamo fatto altri sequestri come automobili, proprietà che supponiamo che siano prodotto di illecito. Ajo që unë dua të theksoj dhe të vënë në dukje sot është që ky rezultat dhe kjo skuadër nuk vjen si pasojë një tereni bosh, po është vazhdimi një historiku, vazhdimësie të disa skuadrave të tjera të mëparshme timore. Në fund të konferencës, kreu i SPAK falenderoi prokurorinë e Barit, antimafian italiane, Eurojust dhe policinë e shtetit për bashkëpunimin e ekzekutimin e urdhrave të arrestit, ndërsa theksoi se SPAK mbetet i angazhuar për hetime të tjera të përbashkëta ndërkombëtare në luftën kundër krimit të organizuar.